në këtë panel të nderuar disa fjalë në lidhje me reformën zgjedhore dhe çfarë në të ardhmen vlerësohet që do duhet të ndryshojë në kuadër të aspekteve rregullatore të zgjedhjeve të ardhshme. Kam rastin që ta ripërsëris atë çfarë më së shumti kam dashur ta evidentoj në lidhje me çështjen e reformës zgjedhore. Koha ka shumë rëndësi dhe merr sidomos tani një rëndësi të dorës parë fakti se kur politika shqiptare, partitë politike dhe më tej në mënyrë institucionale kuvendit Shqipërisë do të adresojë nëpërmjet reformës së ardhshme zgjedhore të gjitha ato problematika të evidentuara jo vetëm në zgjedhjet e fundit, por në tërësi në të gjitha edicionet zgjedhore të zhvilluara në Shqipëri. Veçanërisht gjithsecili prej nesh, por veçanërisht aktorët politik mase kanë shumë për të thënë në lidhje me zgjedhjet e shkuara. E ka kjo atë rëndësinë e vet pa diskutim dhe askush nga ne nuk mundet dhe nuk do të duhet ta relativizoj, por qoftë edhe nga pozitat e Komisionerit Shtetëror për Zgjedhjet e shoh me rëndësi të dorës parë çfarë do duhet të ndryshojë dhe çfarë do duhet të përmirësojmë në të ardhmen. Dhe vim tek ajo çfarë thash në kryeterës, që ka shumë rëndësi që ky proces të finalizohet sa më shpejt jetë e mundur. Sigur se tha zoti Gjiknuri, klima aktuale politike ndoshta nuk e favorizon një bashkëpunim të hapur, të sinqert, konstruktiv dhe me produkt të klasës politike, të partive politike, por mendoj që qoftë maggjoranca më së shumti patjetër, sepse ka dhe numrat, ka dhe fuqinë, ka pushtetin, por edhe opozita duhet të bëjë të gjitha përpjekjet për të patur ndryshimet të cilat do të dakordsohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Nëse ne dhe për të jam i bindur dhe dua të jem jo hipokrit apo konformist me takimin, që nëse reforma zgjedhore do të vazhdojë të shtyhet në kalendat greke dhe ndryshime në kodin zgjedhor do të datojnë vetëm 4, 5, 6 muaj apo 7 muaj apo dhe një vit përpara zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme, pasi atyre po referohen se ndoshta për zgjedhjet për organet e qeverisë vendore ndoshta nuk ka dhaj shumë për të reformuar. Mendoj që do të jemi në të njëjtën situatë. Dikush do t'i fitojë zgjedhjet, ai që do t'i humbasi do t'i kontestojë, do të thotë që i humbëm për këtë ose për këtë arsye. Nëse qartësinë e rregullave ne kemi që sot, që në ditën 1 dhe në 3 vitet që do të ngelen, duke menduar që reforma zgjedhore do të përmbyllet brenda një viti, kemi edhe një obligim për shkak të procesit të angazhimit të integrimit në Bashkimin Evropian. Mendoj që do të jetë një jo vetëm nga pikpamja psikologjike, por praktike një premisë e mirë për standardin e zgjedhjeve të ardhshme. Për ta përfunduar, edhe ndoshta për të nxitur debatin në terma konkret, po bëj një listë të atyre çështjeve të cilat ne mendojmë si institucion do duhet të adresohen në kuadër të reformës së ardhshme zgjedhore. I kemi bërë publike para disa kohësh një takim që kemi patur me median këto çështje, po e prezantoj dhe këtu, duke filluar me mënyrën e organizimit dhe funksionimit të komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta. Besoj tashmë të gjitha palët me të shkam konstatuar janë të bindur që përbërja vetëm politike, partjake e këtyre komisioneve nuk kontribuon në mirë administrim të procesit zgjedhor, në integritetin e procesit zgjedhor, në transparencë dhe elementë të tjerë të cilët do duhet i gëzojë një proces i drejtë,
i barabartë, i lirë dhe i ndershëm. Nuk jam për opsionin që propozon majoranca ku anëtarët e komisionit janë të gjithë në punës të shërbimit civil. Mendoj që akoma nuk është koha që partitë politike të përjashtojnë tërësisht nga administrimi i procesit zgjedhor, por roli i tyre nuk duhet të jetë parsor, nuk duhet të jetë kryesor. Ka formula plot hibride të cilat gëzojnë edhe konfidencën e partive politike në proces, por nga ana tjetër nuk cënojnë standardin të paktën teknik të administrimit të procesit në nivelin e dytë dhe të tretë. Do duhet në mënyrë rrënjësore të rikonsiderojnë rregullat që kanë të bëjnë me organizimin dhe funksionimin e partive politike, financimin e tyre periodik dhe veçanërisht financimin e fushatave zgjedhore të partive politike, po dhe të subjekteve zgjedhore. E në këtë kuadër, ngelet që do duhet që të shikojmë se çfarë do duhet të bëjmë me financimin e palëve të treta, të atyre subjekteve të cilat nuk janë formalisht pjesëmarrëse në zgjedhje, por angazhohen dhe ligjërisht dhe natyrshëm mbështesin subjekte të caktuara politike. Këtë e kemi komplet të pa rregulluar këtë aspekt. Rregullat për fushatën zgjedhore, në kodin zgjedhor rregullat për zhvillimin e fushatës zgjedhore adresojnë vetëm zhvillimin e kësaj fushate në media tradicionale, radio dhe televizion, asgjë përse përket rrjeteve sociale, fushatës në online, nëpërmjet internetit e të tjera si këto. Mënyra e votimit do duhet të vazhdojmë të çfarë do të bëjmë me votimin elektronik? Do ta zgjerojmë apo jo? Është një vendim që do duhet të merret tani. Personalisht mendoj që veçanërisht sistemi që në Shqipëri ne aplikojmë, i cili besoj që shumica e din është kontributi opozitës së kohës në kuptim të mënyrës edhe të garancive që ofron ky sistem. Do duhet të marrim një vendim për këtë. Kemi apo s'kemi interes duke parë të gjitha aspektet e këtij procesi, sepse duket që ka diskutime, një palë do shumë, një palë është akoma shumë skeptike, edhe pse nga çfarë ne kemi hulumtuar, mbi 85% e votuesve shqiptar e mbështesin këtë mënyrë votimi, pra votimin elektronik. Rregullat mbi ankimet zgjedhore ka nevojë të rishikohen në mënyrë radikale, dhe përcaktohet më mirë roli i strukturave që angazhohen në procesin e ankimit, qoftë ato struktura administrative apo dhe ato të instancës gjyqësore. Mendoj që ka ardhur koha që kolegji zgjedhor nuk ka më pse të jetë instanca gjyqësore e cila shqyrton ankimet zgjedhore. Mund të jetë gjykata administrative e apelit ose gjykata e zakonshme civile e apelit, a gjykata e lartë, por kolegji zgjedhor mendoj që e ka mbyllur misionin e vet, ashtu sikurse është organizuar dhe funksionon. Organizimi dhe funksionimi i KQZ-s duke qenë një konflikt në duke të hapur interesi, edhe pse s'kam asnjë të tillë brenda vetes, do duhet partitë politike të vendosin të themi në mënyrë edhe në lidhje me këtë, do të mbajnë këtë formulë, nëse do të mbajnë këtë formulë, që mundet të jetë kjo formulë, ka nevojë për të përmirësuar shumë aspekte të organizimit dhe të funksionimit. Kështu sikurse është i strukturuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të kalojnë tek modeli me një komisioner, por me garancitë për opozitën mbi performancën e kësaj strukture, a do të shkojmë tek, do të themi, tek modeli i vjetër, tek një organi kolegjal ku 3 vinë nga një palë dhe 4 nga një palë tjetër. Edhe kjo është një çështje, ndoshta ajo e dorës parë, për mendimin tim absolutisht jo, por në kuadër të qartësisë dhe të një lloj konsensusi të gjerë të gjitha partitë politike duhet të kenë për rregullat e ardhshme, është mirë që edhe kjo çështje të konsiderohet, edhe pse ndoshta në mungesë të modestisë do duhet ta them që KQZ e gëzon reputacionin si një institucion që
nuk është minimalisht në kontrollin e maggjorancës, te i kritikave për performancën e tij si institucion që mundet të gjendet të bazuara deri diku. Do duhet të zgjidhim çështjen e votuesve të cilët nuk mund ta ushtrojnë këtë të drejtë për faktin për arsye objektive. Këtu e kanë fjalën për kategorinë atyre të cilët e kanë të drejtën e votës, por nuk mund të dalin. Sidomos kjo është e papranueshme tani, pamundësia e kësaj kategorie për të votuar, kur ne ja kemi mundësuar dërgimin e fletës votimit edhe votuesve shqiptarë që janë me rezidencë në Australi, në Amerika, ku dëgjon se ku tjetër në përbot, edhe ata të cilët e kanë shtëpinë e tyre sipër apo në krah të qendrës votimit, nuk mund të votojnë dot sepse nuk mund të dalin dot nga banesa për arsye shëndetësore. Është një kategori tjetër e funksionarëve, të cilët edhe ata nuk mund të votojnë në qendrën e tyre të votimit, sikurse janë punonjësit e policisë së shtetit, përfaqësuesit e medias, të cilët janë një armatë e madhe dhe për shkak të angazhimeve në ditën e zgjedhjeve, këta nuk mund të votojnë. Do duhet ta zgjidhim këtë, por veçanërisht për kategorinë atyre të cilët për arsye shëndetësore nuk mund të dalin nga banesa. Dhe mendoj që kjo nuk e nderon vendin tonë, Shqipërinë, si një vend kandidat për Bashkimin Evropian, kur nuk u mundsojmë dot dhe kemi kaq pak besim tek ata të cilët jam gjatë. Rregullat për referendumet, ne nuk mund të bëjmë dot referendume në Shqipëri, nuk i bëjmë dot. Do duhet të punojmë për të ndryshuar dhe për të adaptuar rregullat që mundsojnë zhvillimin e referendumeve. Rregullat që kanë të bëjnë me shpalljen e rezultatit, do t'i shpallim në qendër votimit, apo do të vazhdojmë t'i numërojmë fletë votimit në qendër votimit, apo do t'i numërojmë në qendra të caktuara.